Përjashtimi i zotit Rusmali nga shqyrtimi i kërkesës ankimore ka qenë objekt i kërkesës PD-ASHM në datën 2 qershor, duke arsyetuar shkeljen dhe vendimarrjet e tij në cilësinë e antarit të KAS-it, haptazi kundër palës ankimuese subjektit zgjedhor, Partia Demokratike dhe përfaqësuese të saj ligjor, duke krijuar arsye serioze për një anshmëri. Kërkesa e mësipërme sigurisht u rrëzua nga KAS, duke mos pranuar përjashtimin e zotit Rusmali. Nga ana tjetër, Shkolla e Magjistraturës ka vënë dispozicion të partisë studentët e saj, kështu kandidatja për gjyqtare, sipas listës përfundimtare të publikuar në 13 maj nga Këshilli Drejtues i Shkollës së Magjistraturës, zonja Shila Ballhysa, rezulton një herësh përfaqësuese e Partisë Socialiste në KQZ. Prandaj, Partia Demokratike kërkon me urgjencë nga Presidenti i Republikës dhe Shkolla e Magjistraturës të distancohen me veprime konkrete nga këto palishmëri. Në të kundërt, mosveprimi i tyre dëshmon se përzierja e Partisë Socialiste me struktura që prezumohen të jenë të paanshme në vlerësimin e procesit zgjedhor, sjell si pasojë vetëm farsa elektorale.